Në oborrin e shkollës fillore Pjetër Bogdani në Prishtinë, sot dëgjoheshin zëra të gëzueshëm të nxënësve, të cilët me plot entuziazëm festuan 7 marsin, ditën e mësuesit dhe njëkohësisht ditën e shkollës. Gaduar të vogla të parashkollorëve e deri te performancat e nxënësve të klasës të 9, atmosfera u mbush me këngë, recitime dhe emocione. E para se të fillonin aktivitetet, fjalën e mori drejtori i shkollës Nexmedin Sejdiu. Kjo është një ditë ku shkolla jon hap dyert për të gjithë ju. Për t'ju njohur më afër me punën, për kushtimin dhe arritjet tona të përditshme për gjatë vitit shkollor. Të nderuar të pranishëm. Shkolla nuk është thjesht një ndërtesë me klasa dhe korridore, por shumë më tepër se kaq. Shkolla është një vend ku mbillet dhe rritja të ëndra, ku dijet dhe vlerat e një shoqërie demokratike përçohen me dashuri dhe për kushtim. Çdo ditë këtu është një mundësi për të mësuar, për të zbuluar, për të krijuar dhe për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për nxënësit tanë. Të dashur nxënës, ju jeni zemra kësaj shkolle. Përmes përpjekjeve tuaja, përmes këmbguljes suaj, ju na tregoni se ardhmja është plot shpresë dhe mundësi. Ne jemi krenar për punën tuaj dhe për parimin që po bëni çdo ditë. E pranishme në këtë organizim ishte edhe drejtoresha e arsimit Jehona Lushtaku Sadriu. E gjithë kësaj dite, kuptimi dhan këto aktivitete të nxënësve të kësaj shkolle. Ne gjendemi në kabinetin e teknologjisë, ku nxënësit e klubit të shkencës e kanë përgatitur një sfidë dhe ju ftojmë që në vazhdim ta shihni, sfidën e përgatitur. Spori na si grup e kena punu ku din zvoshku, edhe tash kena me posë qysh roboti e kryen misionin e tij. Këtu kemi kabinetin e shkencave në shkollën Pjetër Bogdan. Janë nxënës të niveleve të ndryshme, janë cikli ult, që janë, domethënë prej klasës të parë deri te klasa e 5, mandej edhe klasa e 6 deri në klasën e 9. Kemi përgatitur disa eksperimente të cilat janë më atraktive për nxënës, edhe të cilat janë punuar gjatë kohës me fëmijët, kështu që për shkak të kohës limituar ne kisha preferuar që të përzgjedhen disa nga ato, sepse ndoshta nuk keni kohë që të prezantohet puna e gjithë fëmijëve. Sukses e fëmijëve. Eksperimentet që kam unë janë enët komunikuese, ku pro enët komunikuese janë të përbërë nga disa enë, të cilat janë të lidhura përmes një gypi, ku nëse, siç e shohim, pro enët janë me forma të ndryshme, ku nëse vendosim ujë në gypin e parë, do të shohim që niveli i ujit do të jetë i barabartë në secilin gyp. Ja dhe do ta demonstrojmë. Siç e shohim, pro niveli i ujit është i barabartë në secilin gyp, edhe pse kanë forma të ndryshme. Ata ishin shumë të lumtur që po festonin ditën e shkollës. Na si shkolla kena vendosur me prezantu ekspozitën tonë që kena posë me rëndën e historisë. Edhe aty kena vendosur me ekspozu sene të ndryshme, sidomos edhe ato antike që i kena të kulturës tonë, të Kosovës dhe Shqipërisë bashkë. Kena posë sene të ndryshme si për shembull kushtimisht mundna me thonë që të gjitha kanë qenë punëdore edhe të tjera. Të punime na tregojnë trashëgimin kulturor të Kosovës dhe si kanë jetuar më parët. Këto punime janë punime dore që janë përdorur nga lishi ose edhe nga bokri, nga njerëzit në kohët e lashta. Këto janë punime që nuk përdoren sot, por në kohët e lashta janë përdorur më shumëti. Një nga arritet më të bukura të kësaj ekspozite është edhe realizimi i muralit, i cili jep shkollës sonë një frymë të ri dhe e bën këtë ambient më të gjallë dhe më inspirues. Në këtë galeri shfaqen punime të ndryshme, vizatime, piktura. Të gjitha këto aktivitete, këta nxënës dëshmuan se shkolla nuk është vetëm institucion mësimor, por familje e madhe ku dijes dhe dashurisë për mësim i kushtohet vëmendje e veçantë.